Episodi i radhës e kisha premtuar, sot po shikojmë me detaje diabetin e tipit 2. Çfarë është diabeti i tipit 2? Diabeti i tipit 2 është një sëmundje kronike metabolike ku trupi nuk përdor siç duhet insulinën. Ose themi fillon insulinorezistenca, ose nuk prodhon mjaftueshëm insulinë, çka sjell rritje të nivelit të sheqerit në gjak, hiperglicemi. Kujdes, diabeti tipi 2 mund të jetë pas simptoma për shumë vite. Prandaj, kontrolli mjekësor është thelbësor, veçanërisht për njerëzit me faktor risku, që do të thotë. Si funksionon normalisht? Pankreasi prodhon insulinë, një hormon që ndikon dhe ndihmon qelizat të marrin glukozën dhe oksigjenin dhe të përdorin ato për prodhimin e energjisë që i duhet të gjitha indeve tona. Te diabeti tipi 2, qelizat nuk reagojnë mirë ndaj insulinës dhe me kalimin e kohës prodhimi i insulinës bie, sepse ka një mbingarkesë të pankreasit. Kush janë shkaqet dhe faktorët e riskut zakonisht për diabetin e tipit 2? Gjenetika, trashëgimia familjare, mbipesha, obeziteti, mungesa e aktivitetit fizik, ushqyerja jo e shëndetshme, stresi kronik, hipertensioni, kolesteroli i lartë, më i shpesht ndodh në moshat mbi 40 vjeç, por gjithnjëherë tepër po shfaqet edhe në mosha më të reja. Kush janë shenjat dhe simptomat e diabetit, që në fillim mungojnë thamë në diabetin e tipit 2 për kohë shumë të gjatë, gjë e cila çon në dëmtime që ne nuk i kemi vënë re deri në momentin që na shfaqet një shenjë ose simptom. Prandaj thamë që është shumë e rëndësishme kontrolli i parametrave ose i analizave që duhen bërë më parë. Pra shenjat janë etje e shtuar, polidipsia, urinim i shpesht, lodhje, këputje e parësyshme, uria e shtuar, shikim i turbull, plagë që shërohen ngadalë, ndryshon diçka që si ka mundësi që nuk mund mbyllen më plagët si një herë një kohë, infeksione të shpeshta, dhëmbje e mishrave të dhëmbëve, irritimi tyre, lëkura, trakti urinar. Si diagnostikohet diabeti tipi 2? Bëhen analiza gjaku për çfarë? Matet glicemia esëll, pra sheqeri në gjak mbas 8 orësh, pa ngrënë, hemoglobina e glukozuar, HbA1c-ja, që duhet të jetë mbi 6.5. Hemoglobina e esëll duhet të jetë paktën mbi 126 mg per decilitër mbas 8 orësh. Glicemia rastësore duhet të jetë mbi 200 mg per decilitër pas simptoma ose me simptoma. Testi i tolerancës ndaj glukozës ose EGTT-ja duhet të jetë mbi 200 mg per decilitër mbas 2 orësh, pra ngarkesa ose testi i ngarkesës me glukozë. Çfarë është? Është një analizë laboratorike që mat si reagon trupi ndaj një sasie të madhe glukoze të cilën ne e marrim nëpërmjet gojës. Përdoret për të diagnostikuar diabetin e tipit 2, prediabetin dhe diabetin gestionar ose gjatë shtatzanisë tek disa gra, femra. Interpretimi këtyre rezultateve. Glicemia mbas 2 orësh, ngarkesa që tham pak më parë, duhet të jetë në këto nivele. Nëse është më pak se 140 mg per decilitër, është normal, nuk kemi diabet. Nëse është 140 deri 199 kemi prediabet ose intolerancë ndaj glukozës, ndaj insulinës. Mbi 200 kemi diabet. Në shtatzani përdoren zakonisht vlera të tjera referimi. Kur rekomandohet ky test? Ky test rekomandohet në këto raste, kur glicemia esëll është në kufijtë e normës, nga 100 deri 125 mg per decilitër. Te persona me faktor risku për diabet të tipit 2, nëse ke pasur gjyshi, nënën, babain, motrën, vllain, je i predispozuar. Në rastin e diabetit gestionar, pra gjatë shtatzanisë, kur duam të verifikojmë si reagon pankreasi dhe insulina pas ngarkesës së sheqerit të glukozës. Veç kësaj kemi edhe një test tjetër që mund të bëhet, që është ai i insulinës esëll. Qoftë aty ishte i glukozës esëll, këtu duhet të shohim insulinën esëll. Testi i insulinës esëll mat sasinë e insulinës në gjak kur personi ka qenë pa ngrënë të paktën 8 orë. Për çfarë përdoret ky test? Për të matur prodhimin e insulinës nga pankreasi, ndjeshmërinë apo rezistencën e insulinës ndaj insulinës, diagnozën e sindromës metabolike apo diabet në faza të hershme. Kur rekomandohet ky test? Ky test rekomandohet për të vlerësuar insulinorezistencën,
te persona me mbi peshë, obezitet, sidomos me dhjam abdominal, kur ka nivel të lartë të glukozës esëll, por jo ende diabet, në sindromën e vezore poliqistike, në rastet e hipoglisemive të paspjegueshme. Kur bëjmë analizën, ka disa vlera, dhe kush janë vlerat normale të insulinës esëll? Atëherë, nëse insulina esëll është nga 2 në 10 mikrounita për mililitër, në shumicën e laboratorëve është normal. Nëse vlera është nga 10 deri në 15, mund të tregojë rezistencë ndaj insulinës, dhe nëse është më pak se 2, mund të tregojë mungesën e prodhimit të insulinës, si në rastin e diabetit tipit 1 që organizmi ose pankreasi nuk e prodhon më atë. Sigurisht to janë shifra që i referojnë në përgjithësi, sepse mund të ketë laboratorë të ndryshëm kanë shifra të ndryshme referimi. Testi duhet të kombinohet me glukozën esëll, pra si insulina esëll dhe glukoza esëll, dhe në ca raste me rezistencën ndaj, për të kuptuar me rezistencën ndaj të që krijon insulina, për të kuptuar plotësisht situatën. Insulina esëll e lartë nuk do të thotë menjëherë që ka diabet, por mund të jetë një shenjë e hershme e insulinorezistencës, që na bën të reflektojmë se si të sillemi me mënyrën e ngrënies, me mënyrën e jetorit, me aktivitetin fizik dhe kështu me radhë. Kush përfitojnë ose përfitimet nga ky test, kush janë? Kap problemet metabolike që në fazat e para, ndihmon në parandalimin e diabetit tipit 2, vlerëson efektin e dietës ose mjekimit tek pacientët me sindrom metabolike ose me vezore poliqistike. Trajtimi. Kush është qëllimi i trajtimit ose i mjekimit? Të mbahet glicemia nën kontroll në vlerat normale, nga 70 deri në 110. Të parandalohet ose të ngadalsohet dëmtimi i organeve, siç është zemra, veshka, syt, nervat, sistemi nervor periferik. Të përmirësohet cilësia e jetës. Një diabetik duhet sigurisht të bëjë një jetë normale, nuk duhet të ndihet i persekutuar sepse është me diabet. Bën një jetë normale vetëm duke pas një disiplinë pak më të fortë për sa i përket sjelljes me organizmin, mënyrën e ushqyerjes, aktivitetit dhe jetës sedentare. Trajtimi përfshin çfarë? Ndryshimin e stilit e jetës. Që do të thotë ushqyerje e shëndetshme, kufizim të karbohidrateve, kontroll të karbohidrateve, duke filluar që nga brumrat, që nga buka, që nga sheqernat sidomos, nga mbërësirat, aktivitet fizik i rregullt, që do të thotë jo më pak se 30 deri në 60 minuta në ditë, që kushdo mund t'i bëj. Nuk ka asnjë arsye që të kërkojmë për të thënë që nuk i bëj dot 30 ose 60 minuta në ditë. Humbje në peshë, sidomos në personat që janë në mbi peshë më të madhe. Ndërprerja e duhanit dhe reduktimi i stresit. Kjo ka të bëjë me ndryshimin e stilit jetës. Mjekimi i vërtet është mjekimi nëpërmjet pasaj medikamenteve, që ka të bëjë me tabletat. Tabletat kryesisht përdoret metformina me dozazh nga 500 deri në 1000 mg, sigurisht duke parë nivelin e kontrollit të glukozës, pra të sheqerit në gjak. Mjekime të tjera që ulin në mënyra të ndryshme sheqerin, pra glukozën, janë dhe sulfonil urea, SGLT2, GLP1, që janë agonist. Në rastet kur nuk mjafton, mund të përdoret edhe insulina dhe në diabetin e tipit 2, pra nëse glicemia nuk mbahet dot në normë, pra nëse me kalimin e kohës nuk e kontrollojmë dot, mund të përdoret edhe insulina. Mjekësi alternative, e kam theksuar disa herë, me antioksidantë të ndryshëm, me integrator dhe dieta të personalizuara mund të bëhen, ato mund të aplikohen nga specialistë të ndryshëm, nutricionist ose dietolog, por nën këshillim mjekësor. Asnjë lloj diete ose integratori nuk zvendçon terapinë e mësipërme. Nuk i zvendçon ato, mos i ndërprisni, sepse dëmtimet e diabetit janë një drejtimsh të pakthyeshme. Dhe një gjë që doja të ritheksoja, që në të gjitha intervistat e mia që keni parë në rrjetet sociale janë deformuar, janë manipuluar për qëllime fitimi. Unë nuk bëj publicitet për asnjë lloj medikamenti. Metformina nuk është medikament me firmë nga kush prodhohet, është pa të drejtë copyright, kështu që është e vetmja që ndihmon në diabetin dhe gjithë diabetikët e dinë, se besoj që e përdorin ata që kanë
diabetin e tipit 2. Dhe një gjë tjetër, ka shumë njerëz, një përqindje shumë e lartë që janë diabetik dhe nuk e dinë, sepse shenjat shfaqen shumë më vonë. Për këtë arsye ju lutem bëni kontrolle kush ka familiaritet për diabet, obezët dhe kush ka, për shembull një shenjë, kur fillojnë me errësitë të shikimit, kur shkojnë plagët i thajmë që na mbyllen me vonesë, e kështu me radhë, bëni kontrollet për të jetuar me një shëndet të plotë dhe me një jetë normale. Është në dorën tonë. Sidomos diabetiku është mjeku i vetes.